shtetet më të bukura të Evropës. Kam jetu që një vit jam në Kosovë. Kam jetu në Gjermani 30 vite, kam jetu në Spanjë 8 vite, në Austri, Skandinavi, Norvegji, Suedi. Mendova thash po kthehena pak, Plesnin ta kalojmë këtu. Kosova është e vogël. Për 5 minuta për shëtiti qytetin, që aty e pini kafe, që aty një cigare, që aty një cigare, edhe për hubi dy që shkohen. A beson diçka atje kom jetu i kreti kom pas, zemrën kom pas këtu. Mirë ju, që ju. Leon të jam një kompliment, po do është shumë zotëni. Faleminderit, po duhet me majtë vetën, Plesni pak, po çka me bo. Çfarë plaki ti? Bo mos vetë. Do mi fingeri, vesh. Ai, kretë false, kretë false, të kinës, ma din kina. Qa? Ka i të kem pripes, apo? Unë jom pripes, po. Shojmë bicikletë, sa del shpejt. Qëto të dalë me bicikletë dhe sot të koha koha bukur, ta shfrytëzojmë pak. Të mirë me marrë kështu. Ari pasër, peja, është një problem e kena, qyteti, qëtona pak shkon dhe qyshve, poshtë është katastrofë, po në zakonin gjithë në nërë në bjeshk, atë kena arin shumë pasër. Me gjithë si kena probleme, në kretë Kosova e ka problemet e kena në Prishtinë dhe vetë ju që nuk jetoni këtu në Prishtinë, sidomos me gjithë kur zona, do më donë me bicikletë, ka 7 orat me gjithë, nuk kom shansë prej qenë venda cak, se është qyteti komplet i shprast, atëre si të shojnë me synë. Do më thonë, me ngjesë dhe më promi kom probleme shumë, duhet me dollë ka mas 9-10 me ngjesit për me pas pak qëtësi se për ndryshë shumë problem. Po më qenë këtë që me referon këtë natyrën, ajin e pasër, gjdo ditë ta e bërë dhe më thënë? Ajri, po normal duhet, gjdo ditë, po gjdo ditë, s'ka vetëm edhe shi, kur është shi e borë, nuk më dalë. Se që kam mënë, nësë me konë bicikleta, të edhin që është në Plesnia dojmë. Am të kanë sprovë më të madhe që ki pas një dhe ta? Sprovë më të madhe, kom pas shumë. Kom pas shumë, po s'po di të dhe më tash me ju të regu. Kom shtirë që Kom jetu në për krejtë Evropë, shtetet më të bukura të Evropës, kom jetu që një vit jam në Kosovë. Këtë shtetet, sa të bende e përë? Kom jetu në Gjermani 30 vite, kom jetu në Spanjë 8 vite, në Austri, Skandinavi, Norvegji, Suedi, e tash mendova që Kosova o bo mirë, o bo hala mirë që shka qenë për parë fantazi, mendova thash po kthehena pak, Plesnin ta kalojmë këtu, vetëm është problemi shumë i madhë se kur mësohet njerë jashtë, me 42 vite jam jashtë. Unë jam dalë si fëmi prej peje, se kom shu pejen, po du me thonë është shumë problemi i madhë. Unë vetë, unë jam të jetu, po mendoj familjen e kom në Gjermani, është një farë monotonie, se çdo ditë e kom të njëjtën. Apo kupton peja, për Kosovë është e vogël. Për 5 minuta për shëtiti qytetin, që aty e pini kafe, që aty një cigare, që aty një cigare, edhe për hubi dy që shkohen. Po çka me bo? Ka edhe ma keq. Ka edhe ma keq. Po të që vetëm, familjen e ki jashtë? Po, familjen e kam në Gjermani, qikën e kam 19 vjeqare, dhe ajo është në Gjermani, është ka qenë verë, këtu në përshim ka vizitu një muj ka ndaj. Po familja s'po donë. Po edhe me sigurimin, po qëre, kur mësohesh nërë që do të sende pozitive që i kam për shembull që Kosova s'mund ato me arrit edhe me 100 vjetë. Shembull për mjekësi ose po kam probleme me vetë, se unë kom pas një ndeshje vetë me motorë, kom thuj dorën, çdo vizitë mje kom kushton. Nuk është po du më thonë si që kanë shtetet e tjera, shëndetësinë ka nivelin më të lartë. Po du me thonë për ata po eki, veç për ata po eki keq edhe pa pasërtia o ka mungon shumë. Pa pasërtia është nivelin shumë e dopt. Bërlogi është në çdo onë. Normal, ato mundën me ardhë me unë dreq, po apet, unë që një vjetë gati, jam nuk pusho kur gjo për para nuk o të shku. Vetëm, që ato nga pengojnë ma shumë të neve, se kështu për ndryshë o mirë. Se erdhe në Kosovë? Erdhe në Kosovë, mi të këtë rrugu vërtetën, u mërzita jashtë. U mërzita jashtë, Gjermani, po të fundin kom në jetu në Gjermani. Gjermani është jeta dyqesh, s'po di që me thonë. është e mirë, është edhe e keqe. është edhe e keqe, se dhe atje nuk është mo që shka qenë për para. Ka ndryshu shumë ko vitet e fundit, si të më që të një 2-3 vite ka ndryshu shumë edhe atje. Por njës po mashtrohen, po shkojnë, përshojnë që s'ka kur gjohë, po këthejnë apet. Qështu për atë arsye. E pishmonë sot, që e ki po këtë ndim? Pishmonit, a dim se jam pishmonit. Jo që kom shu Gjermanin. Pishmonit jam kur e kom shu Spanjen. Kom jetu një vëdhens më të bukur në botë.
me tanat mirat, po a beson diçka atje kom jetu i kreti kom pas, zemrën kom pas këtu, po mendoj koka u kon, trupin e kom pas atje, po kryt edhe komplet e kom pas mbe, pa marrë pas gjysh u kon keq e mirë, unë si kom punu, kom bo parë, i kom i pa roblamit jo marë tona. Kom dajt me 2-3 java, apet jom shku, tash na jetë as atje as ka, apo kupton qërsh. Si, unë për vetë këtu jom i huj, kur përshkaj atje dhe atje jom i huj. Po do me thonë, njajtjem, qështu, gjenerata e me pak po shot gjeneratës time, këtu krejtjon jashtë, s'ka be kom në ndajt, shumë pak ka. Ndohë që standardin e jetës e pas ke rritë mirë. Nuk ka problemi standardi jetës me hongër me pi, ka gjithë ka qkon, nuk desi muni. Apo kupton, shqyqyri kom unë e familjen e fortë në Kosovë, e kom, ajo familja është numër 1. I kom vllazni këtu kredi, i kom gati, vetëm një vlla kom jashtë, këtu i kom Prishtinës, vllaznit i kom, kanë firmat e veta, shqyqyr zotit, kur kom diçka nevojë, më ndihmojnë, edhe nuk kom probleme për që me thonë, materialisht, nuk kom probleme fare. Qësh pe kalon në vetë, bashkëshortën e kia, jo? Bashkëshortën e kom shpoj, në Gjermani e kom, në Gjermani e kom bashkëshortën. Atje jeton me fëmija? Atje jeton me qikin, me vajzën, po. Aja jeton me vajzën atje, edhe mirë është, kom kontakt çdo ditë. Edhe më shikë që më mërzit, ma po i shkoj në vend tonë. Ajo arë pak ma volsone, apo kupton, unë ato kër ju martu, ajo ka qenë, do më thonë, që 20 vite ju martu me to, ko marrë për këtujt, ajo pak marrë, unë veç i kisha 20 vite në për Evropë, apo kupton, unë i kisha kalu gjithat. Po, unë kërkuj nuk i thom hajde me zonë më këthy, apo kupton, çdo njerë e din për veti. Unë e kom marrë atë vendim, jo marrë, shnosh njerë jo mirë, koha mirë, që të rgjohë, s'kena qka me, po. Qysh po mundesh me kalu kështu pa bashkëshortën? E kom problem edhe me të kazu drejtën, e kom problem se unë e kom shpinë po jetoj vetën, apo kupton? Sidomos ditën jo, ditën shkon dita, po mbrëmje pe kom shumë monotoni e madhe. S'ka që kam bëbo. Po kisme do shkoj tash, në fund mujt, kisme do me shku me vizitu pak, edhe do muj me kalu atona, a dikur apet për malli për Kosovë, për pej, a tërvim apet këtu, qështu shkon jeta. Nash që e merë dhe bashkëshortën tani këtu? Qëre, bashkëshortja, për qef, po, vajzën jo, se vajzën nuk më mja, vajzën është një gatë 19, i ka mbush, një gatë për 20 u i stash, e ka jetën për para atje, a i ke babi, ke dverës, du babi po rinë Kosovë, ma ke. Tash babi të rinë një muj ditë, mirë e ki, sa ka babi me të qune për detin e për pushimet, e ki mirë, po, rri si babi një vjetë, tash ma bon babi e i mërzit, tash jo më ka pak, se s'muj mi thonë, adin se mi kesh mi thonë në problemet e mija, për ata budu me thonë, qështu. Unë pata shumë kënaqësi që bisedova me ty, të rojtë kalosh mirë në Kosovë. Faleminderit shumë, ju përshëndes edhe kaloshit sa më mirë, shqyqy që kini punë, portalet po kanë punë në Kosovë, veç shnosh. Se në portal jeni? Histori tjetër, sa keni dëgju për histori? Po që s'kom ju dëgju, për ju shoh shpesh bile. A kena i koment për gazetarin që ki live, sot? Unë për krejt gazetarët dhe për krejt portalet kom respekt. Nuk duhet me shajt, apo kupton si qore, na jena tash është demokraci. Nuk kemi në kohën e për shembull në Korejën e ato vende ku diskutojnë gazetarë me dalën për rrugë, apo kupton? Unë i kam respekt për juve, për të gjithë që delni, merrni pyetje njerëz, i kallzoj i tregoj njerëz problemet e veta, se unë kanë këtu me miliona nese, Kosova është e vogël, 1,5 milion sa janë, po do të thonë kanë shumë probleme. Po shoh çdo ditë njerëz me probleme. Kur përshon e vetën, për shembull them jam shumë mirë jam, çfarë po shoh, apo kupton? Po do të thonë vetë inshallah bëhet për të gjithë mirë. Çajo është për mua numër 1, për krejt komplet. Herdo kurdo inshallah bëhet. Këto po më vjen këto gjenerata të reja që vinë, fjala më shumë Kosovën, me pas fartan me këtu, me pas far shkollimi, far apo kupton, jo më shku, hajtë penshojmë Kosovën, ne kena në shumë akon të tërë vakta, tërë vitet 80, 85, 6, nësë kena këtu me dalë qëtu në për kors, me pini kafe, se s'ki pas ku me pini kafe. Se kur bëjke 10 mbrome, duke më shku shpise, në ndjekëshim policia. Po du me thonë të ashtë që qëfar i lirin, gjitha antë. Po, qa me bo? Qështu e ka jeta? Faleminderit shumë. Gjithashtu juroj ditë të mbare, edhe kalofshi sa më mirë. Shumë që të taku me ty. Faleminderit.